Njerëz si ti nuk largohen, ata kthehen në dritë. Blero me mesazh prekës gjatë homazheve për Shpat Kasapin. Këtë të diel u mbajtën u përcoll për në banesën e fundit, artisti Shpat Kasapi, i cili pak ditë më parë ndërroi jetë pas një arresti kardiak ndërsa ndodhej në Itali. Pjesë e homazheve që u mbajtën ditën e sotme në nderim të këngëtarit të ndjer ishte edhe miku i tij, këngëtari Blero Muharremi. Për të, Shpati ishte një njeri i rrallë me zemër të pastë, një shpirt të butë dhe një dritë që nuk do të pushoj kurrë së ndriçuari. Të nderuar familjar, miq artist. Sot jemi mbledhur këtu me dhimbje që s'ka fjalë me një boshllëk që as koha s'ka fuqi ta mbush. Ika e Shpatit na ka tronditur të gjithëve. Na iku një zemër e pastër, një shpirt i butë dhe një dritë që nuk pushonte kurrë së ndriçuari. Shpati ishte prej atyre njerëzve të rrallë, dhe prandaj sot dhem kaq shumë. Dhem sepse humbëm dike që nuk e gjejmë më. Shpat miku ynë i dashur. Njerëz si ti nuk largohen, ata thjesht kthehen në dritë dhe dritën tënde ne do e mbajmë me vete në çdo këngë që do e dëgjojmë. Në çdo moment kur do duam një zemër të pastër për ta kuptuar çfarë është dashuria. U prej në paqe Shpati i bardh, një njeri që na la shumë më shumë se sa mori, u shpreh Blero Muharremi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.